Nuk të themi do t'lam të mirë, familja e Shpat Kasapit vjen me një njoftim për fansat e këngëtarit. Pas ndarjes nga jeta të këngëtarit të dashur, Shpat Kasapi, familja e tij ka bërë një njoftim prekës për të gjithë dashamirët e muzikës së tij dhe publikun e gjerë. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, familja fton njerëzit t'i bashkohen të pames në nderim të figurës së Shpatit. E pamja do të mbahen sot, nesër dhe pasnesër nga ora 10:00 deri në 19:00 në Shkup. Mesazhi i familjes ka qenë veçanërisht emocional. Të nderuar miq, familjar dhe dashamirës të muzikës së krijimtarisë së Shpatit, të qoftë dhe ujle Shpati jon. Nuk të themi lam të mirë asnjëherë, por faleminderit për atë që ishe, thuhet në njoftim, duke shprehur mirënjohje të thellë për jetën dhe trashëgiminë e tij. Familja Kasapi e ka mbyllur mesazhin me fjalët: "Me respekt, familja Kasapi", duke konfirmuar dëshirën për të ndarë kujtimet e tyre me të gjithë ata që e donin artistin. Publikimi ka sjellë një lum komentesh ngushëlluese nga fansa dhe figura publike, të cilët shprehin dhimbjen e tyre për humbjen e parakohshme të artistit, duke dëshmuar ndikimin e madh që pati Shpat Kasapi në skenën muzikore shqiptare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.